Në këtë kohën ku neve jetoj, ne presim dhuratë, në vend që të për të ofruar dhuratë. Tani pyetja është, që është shumë e rëndësishme. Në këtë kohë ditëlindje të Krishtit, çfarë do t'japim ne? Ose çfarë kërkon Zoti prej nesh? Zoti nuk do të mahnitesh fare, sepse është biblike. Nuk do të mahnitesh fare, në qoftë se neve do t'i dhuronim një pallat shumë të madh me flori, me thesallë. Në fakt dikush u përpoq që ta bënte këtë gjë. Ishte Solomon me Davidin. Dhe Davidi e nisi si projekt, Zoti tha, nuk do ta përfundosh ti, do ta përfundoj biri yt. Por megjithatë, Zoti tha këtë gjë, edhe Davidit dhe Solomon. Ku ka ndonjë vend që do të thënë që unë të futem aty brenda dhe që të rri. Ku toka është stonë për këmbët e mia. Imagjinoni, gjithë rruzullit të kësaj është stonë për këmbët e mia. Por megjithatë Zoti ja lejoi Solomonit që të ndërtonte të pallatin e madh mbretëror, edhe Zoti ja dha projektin se si ta bën. Dhe ky pallat sipas historisë është ndërtuar me flori, jo i larë me flori, por me flori. Dhe por Zoti tha diçka të rëndësishme që e përsëriti shumë herë në Bibël, nuk ka që më duhet floriri yt, dini re që në këto momente vetëm ne marrim dhe përgjigjen se çfarë dhurate kërkon Perëndia. Nuk ka rëndësi pra floriri, sakrifica jote. Jetë në Testamentin e Vjetër neve mësojmë që Zoti i ofron atij kërkon sakrifica, që ne më vonë marrim vesh që është Jezusi në Testamentin e Ri për neve sot. Nuk ka që më duhet një vit që thoshte që zemrën tonë. Edhe çfarë do të thotë kjo me zemrën? Me sjelljen. Tani lind pyetja, a do të japim Perëndis neve një dhuratë plot bindje, një dhuratë plot besnikëri, një dhuratë ku neve nuk kemi turp, nuk kemi frikë që të deklarojmë që ne përkasim Krishtit në jetën tonë, në sferën tonë të influencës me njerëzit tanë, që neve njohim dhe na njohin.